Ne asnjëherë nuk kemi pranuar që bitë e etorve të zi, edhe taborrat e femohimit me na shkel. E kemi gjetë mënyrën për me i tregu secilit vendin e tij dhe kemi ecë përpara me kryen alt dhe duke vendos pikat mi i kur, ku dhe si duhet. Kështu kemi ba dhe me ngjarjen e fundit që na ka ndodhur në oborrin e xhamis Ebu Bekër, kur një rrugaç me pushtet në një mënyrë të pabesë dhe një orë krejt të papritur hyn edhe prek ku nuk duhet prek. E që gjithsesi ajo tabel do të shumë fishohet dhe do të shumëzohet me dhjetra të tjera, dhe jeta jonë dhe aktiviteti jonë nuk mund të ndalet për kapriçon dhe tekat provinciale të askujt që është qëthur dhe ka deviju dhe e ka mujt zullumi i euforisë së çuditshme e të papërkthyeshme. Ne i kemi kamp në tokë dhe ne jemi kush jemi. Dhe e keqja nuk mund asnjëherë as me na kap përdore, as me na vu para, as me mendu se mund të na poshtëroj. Sepse e mira e jonë dhe e çfarë ne përfaqësojmë dhe marrim supe është shumë më e madhe dhe shumë më larg se sa bota e zullumit, e grabitjes, e ignorancës, e primitivizmit, e pabesisë,